muzikor, tashmë do të shkojmë në një qytet shumë të bukur, shumë të dashur për gjithë ne, po edhe për turistët. Është Saranda dhe atje na pret Thoma Nika. Mirëmëngjesi, përshëndetje Thoma. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjes Thoma. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ja ku jemi së bashku në këtë komunikim të drejt për drejt për të mësuar së pari se si ka nisur mëngjesi për ju në Sarandë dhe më tej tek raportimi. Ajo çfarë do të na përcjellni në këtë komunikim? Ky mëngjes ka ardhur me diell në Sarandë ashtu si shumica e mëngjeseve të tjerë të kësaj jave. Por duhet të thënë se Stina e pranverës ka marrë një prapaktheu këtë javë, një ditë pas celebrimit të ditës së verës ka ardhur edhe sfida. Nuk kanë munguar shitat, ka rënë dhe preshër dhe ka ndodhur ftohje e konsiderueshme e motit. Si thash, kështu si sot, dielli nuk na ka munguar e madje ka qenë zotrues, pavarësisht temperaturave më të ulta. Pikërisht sot dita ka zbardhur me 4 gradë Celsius, e këto kanë qenë sfiduese të ditës së verës, sa kanë vënë në dyshim edhe ndrimin e stinëve. Do të ndalesha edhe në një fenomen disi të çuditshëm që është parë këtë ditë. Nga emergjencat civile është raportuar si një rrëshqitje toke, e shoqëruar edhe me jo pak mister, pasi në fushë është krijuar një grop me thellësi 2 metra dhe shtrirje me 10 metra. Fundosja ka ndodhur në rrezën e monumentit natyror të Syrit të Kaltër, e kjo ka ngjallur edhe çudi, por edhe frikën se mos fundosja përhapet më tej duke u bërë kërcënim edhe për rrugën nacionale në aksin Syri i Kaltër Sarandë. Vendasit dhe specialistët e kanë shpërndarë disi misterin, duke shpjeguar se gropa është hapur nga një fundosje e tokës shumë pranë galerive të ish minierës së kripës së Trovjenit, që ka funksionuar në këtë territor në vitet e monizmit. Me mos funksionimin e kësaj miniere në këto 30 vjet, si dhe me ujërat e shiut dhe me lëvizjen e burimeve nëntoksore, është lidhur krijimi i kësaj grope që ngjan si një krater i hapur. Nga strukturat shtetërore është bërë rretimi i saj, ndërkohë që vazhdon studimi dhe po merren masa për lokalizimin e efektit, për të mos lejuar të afrohet, si thash, rrugës nacionale. Projekti për shëtitoren e re të Sarandës është plotësuar edhe me një element tjetër të javë, në rrethoret e rezervuara për gjatë saj në zonën e plazhit të centralit, ka nisur të bëhet mbillje e pemëve dekorative, mësohet se ka edhe rrinj palma që do të mbillen, por ato kanë në destinacion pjesën e shëtitores tek Limani dhe tek busti i Hasantasinit, ku gjithashtu nuk mungojnë pishat 80-90 vjeçare. Si soi do të kemi një alternim midis pishës dhe palmës, traditës e është në të bashkëtesës e këtyre dy llojeve të gjelbërimit në buzëtin e Sarandës. Pavarësisht të debatit mediatik që po bëhet këtë ditë në Sarandë, nëse duhet preferuar palma apo pisha, e rëndësishme është që bluja e detit, bardhësia e shëtitores dhe gjelbra e pemëve që e dekorojnë atë, janë një kombinacion jo vetëm ngjyrash që qetësojnë dhe plotësojnë vështrimin, por se ato qëndrojnë në mënyrë harmonike mes tyre, një harmoni dhe kombinacion ngjyrash dhe elementësh ekologjike relaksues që do t'i shijojmë jo vetëm ne vendasit, por edhe mirat e turistëve vendas dhe të huaj që presim me shpresë se kufizimet për shkak të Covidit do të mbeten prapa dhe një sezon i plot pushimesh na pret. Me më shumë dritë na lejon ta shohim këtë nesme të afërt që quhet sezon turistik, edhe situata mjaft me e qetësuar që ka qenë këtë javë, sa i takon fuqisë së virusit dhe shkallës së të prekurve prej tij. Para dyerve të spitalit dhe në laboratore në farmaci ka patur një fluks në rënje të dallueshme. Qetësimit të kësaj situate i pritet që ti kontribuojë dukshëm edhe nisja e vaksinimit, sidomos se mësuesve gjatë të ditëve të kësaj jave, mjedisjet e shkollës mes të Hasantasini kanë shërbyer edhe si qendër vaksinimi për qindra mësues që kanë marrë dozën e parë të vaksinës AstraZeneca. E po kështu procesi të vaksinimit dhe janë nështruar edhe qindra mësues të tjerë në qytetin e Delvinës, në atë të Konispolit dhe në Finiq. Ky proces mësohet se ka ecur normalisht, nuk ka njoftime për efekte anësore nga vaksina, sikurse kanë munguar edhe refuzuesit e saj. Mbyllja e këtij raporti sërish u dedikohet futbolistëve të Butrintit, pasi kanë marrë një tjetër fitore të artë në fushën e tyre, edhe kjo javë ka ardhur me jehonën e lajmit të bujshëm të dielës së 14 marsit, kur futbolli sarandiot ka regjistruar fitoren e radhës në Sarandë përballë Alpetrolit me rezultat të thellë 4-0. Me këtë fitore fuqizohet pozita në vendin e dytë e Butrintit në renditje me 34 pikë në ndjekjet e Maliqit kryesues që ka 35 pikë. Pra me këtë bagazh, këtë fundjavë sarandiotët do të udhtojnë drejt me Malijajt, ku konfirmohet se shkohet për të marrë rezultat pozitiv, i cili do të afrojë edhe më shumë me arritjen e objektivit që është gjitja një kategori më lartë. Kjo frymë besimi që zotron mes lojtarëve dhe
stafi teknik, është kthyer në optimizëm dhe në entuziazëm edhe për ndjekësit e adhuruesit e shumuar të Butrintit, të cilët presin ta shohin ekipin e zemrës në Super League. Mirë, besoj se kjo ishte gjithçka për sot. Kisha përzgjedhur për të raportuar sot. Që kishit përgatitur. Mirë, faleminderit, ju përshëndesim. Përshëndesim, Faleminderit që të komunikim. Ju përshëndesim, ditë të mbarë, faleminderit. Gjithë të mirë.